Në fund fare janë qytetarë të lirë që nuk kanë dalë për miting elektoral aty, për të duartrokitur e për të broritur, po kanë dalë dhe dalin se janë të revoltuar, të zemëruar, janë të vjedhur, janë të grabitur. Dhe zonja Çifliku, më falni, një njeri që vidhet, që i futet dora në xhep, si e ka reagimin në qoftë se në një moment dikush vjen të fut dorën në xhep dhe të ikën të merr ato 2 lekë që ke në xhep. Pra reagon edhe dhunshëm, ti kapësh dorën, madje mundesh edhe ta kapësh për fyti dhe ta vësh poshtë, ta neutralizosh që t'ja marrësh ato që t'ka marrë. Pra, për këtë dalim atje në protest, ta neutralizojnë, të dorëzohet ky hajdut që ri aty, mbron atë krye hajduten që ka aty dhe për këtë do dalim. Përveç këtij shqiptari të revoltuar, ka edhe skeptik, të cilët thonë ja dhe protestuam, nuk do ndodh ndonjë gjë, nuk do vi ndryshimi. Ja, këtu është gabimi i madh që e ngrën nivelin e protestimit me idenë që atë ditë që protestohet, atë ditë rrëzohet Rama dhe atë ditë merret pushteti. Tani, kjo është një shumë e vjetëruar, thjesht propagandë. Ndryshimi nuk do vi as pas një farë kohë. Po, jo, vjen ndryshimi patjetër, vjen për një kohë shumë të shkurtër, madje protestat janë ato që përgatisin. Sa protesta keni bërë edhe para 11 majit? Flasim për pas 11 majit. Për para 11 majit, para 11 majit, mundësit ishim do të më dha, sepse jemi para zgjedhjeve dhe qytetarët do votojnë për ta bërë rotacionin. Kurse tani pas zgjedhjeve... Ishin mundësit më të më dha, por flasim për një parti demokratike që para 11 majit, nga 2021 dhe 2025 ishte në një luftë të madhe brenda vetes dhe në një luftë të madhe me pushtetin dhe regjimin, pasi i mori zyrat, i mori emrin, i mori logon, i mori flamurin, i mori financat dhe na nxorën në rrugë të lirë, në rrugë bosh. Dhe ne bëm një luftë të madhe dhe vërtet ja dolëm, që askush nuk e besonte, donin ta zhbënin Partinë Demokratike, nuk e shbën dot. Doli e fuqishme, në 2023-shin u futëm në garë, pa emër, pa sigël, pa vull, dhe mbijetuam, në 2025-ën treguam që edhe pse të goditur nga regjimi, nga ndërkombëtarët, se mos harroni kishim gjithë administratën e Shtetet Bashkuara të Amerikës të Sorosit, ishte kundër Partisë Demokratike. Vjen sekretari Blinken disa muaj para dhe vjen në Tiranë përgëdhel Ramën dhe ikën në Berlin. Të vi sekretari i shtetit, diplomati i botës dhe të japi një mbështetje të tillë, nuk është gjë e vogël dhe Partia Demokratike përsëri mbijetoi. Sot, pas 11 majit, kemi bërë një punë kolosale do ta quaja. Për herë të parë detyruam në thonjza, jo detyruam, por i dham dokumentacion, argumenta, prova, fakte ndërkombëtarëve për të pranuar që 11 maj ishte fazë zgjedhore dhe jo zgjedhje. Kjo ishte një arritje madhe e Partisë Demokratike. Tashmë po u tregojmë që qytetarët janë në mazhorancë me Partinë Demokratike me anë të protestave. Protesta e 3 dhe 4 dhe 5 do të jenë të shpejta në numër, në fuqi, në lëvizje, në detaje, në mënyra si do zhvillohet, për të dorëzuar të kryeministër. Nuk do të ndalojmë, kemi thënë këtë dhe kjo do të realizohet, nuk ka rrugë tjetër. Është kjo pjesë e një aksioni të gjerë opozitarit? Po patjetër, të gjerë dhe të vazhdueshëm. Me bojkot parlamentar, jeni dakord ju zoti Baçi? Edhe po të isha unë dakord për bojkotin parlamentar, nuk realizon dot askush për arsye se e kemi në statut të Partisë Demokratike të vendosur në kuvendin historik të 11 dhjetorit, një kuvend që do të mbahet mend në historinë e Partisë Demokratike, që bojkoti është i ndaluar. Kështu që kushdo që e përdor të fjalë apo edhe që provokojnë shpeshherë për fjalën bojkot, nuk duhet bëhet si pyetje, për arsye se pavarësisht mendimit që kemi, statuti e ndalon. Ktu ka mbaruar gjithë historia, pak rëndësi ka mendimi njërit apo tjetrit. Bojkoti nuk mund të bëhet se ndalon statuti, është shumë e thjeshtë.